na solla këtu nuk kanë ndryshuar akoma. Ne nuk jemi këtu për protagonizëm, as për interesa personale apo partijake. Jemi këtu sepse besojmë se qytetarët duhet të dëgjohen dhe se vullneti sovrani duhet respektohet. Kërkesat tona janë të qarta, legjitime dhe të panegociueshme. Tërheqjen e panegociueshme të kryeministit dhe të qeverisë. Krijimin e qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetat shqiptar të jenë barabartë para ligjit, si dhe miratimin e tyre me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministit në jo më shumë se 2 mandate të plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht, kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra për ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra për ligjin e trashëgimeve kulturore, shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investime strategjike. Dhe së fundi, kontrata e sociale me qytetarëve të shtetit do përpilohet pas konsultimit me intelektualët, ekspert teknik dhe qytetarët pa partijak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona, të njëjta kërkesa për cilat kemi dalë në shesh për 86 ditë. Dhe në përpasa e qeverie, zgjedh të mos dëgjoj, ne do të vazhdojmë të flasim. Nëse zgjedh të mos reflektoj, ne do të vazhdojmë të protestojmë. Sepse ky shesh nuk është një partije, por është shesh i qytetarëve, dhe ne vetëm të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare, dhe në realizimin e kërkesave tona. 86 ditë nuk të kanë lodhur, të kanë bitur se edhe më shumë do të shëndrojmë.